Ata kanë mbetur 6 persona në shtëpi ku 5 prej tyre luftojnë për 3 vende në finalen e madhe të Big Brother Albania V5. Duke si kur nuk ka situata, por situatat nuk mungojnë, qoftë edhe dinamika të reja në këto 24 orët e fundit. Sigurisht që ajo që ka zënë më shumë peshë, qoftë edhe në rrjetet sociale, në për emisione që është diskutuar dhe ka një lloj situate të re midis dy personazheve, rasti që po flas ka të bëjë me Mirin dhe me Mateon, ku është Miri ai i cili që pas prajmit të së martës, por edhe ditën e djeshme me një ton kërcënues i është hakëryer Mateos, duke thënë se nëse marrëdhënia ime bashkëshortore do të prishet, ti do të mbash përgjegjësi, ku përfshiu edhe familjarët e tij, duke thënë që mua s'ma ndjen për ty, as për ata që të kanë bërë ty, as për Shqipërinë, edhe pse Mateo në një bisedë që kishte sot tha që ndoshta Miri ka qenë në efektin e pijeve alkolike dhe nuk mban mend se si ka vepruar, por sidoqoftë kjo situatë e kërcënimit është bërë e madhe, ka reaguar familja e Mateos, ku kanë kërkuar që të merren masa nga produksioni, sa kaq në rrjetet sociale në emisione është përfolur se nëse në këtë pikë të lojës do të vijë një zar fizi që mund të djeg Mirin. Nga ana tjetër, sot i dëgjoja me vëmendje Shëndriti i pari, Selin e dyta, Rogerti, Mateo, Brikena kanë pasur një lloj ballafaqimi me Mirin, edhe ky sikur është kthyer në një lloj boksi që të tjerët po merren me të. Kjo edhe nga situata e fundit e kërcënimit që për mua nuk është as pak e hishme, se në fund të ditës Mateo as nuk ka shpikur, as nuk ka sjellë gjëra nga jashtë, por ka analizuar dhe ka përmendur veprimet që vetë Xhiku, pra Miri, ka bërë në lojën që e ka planuar së bashku me Selin. E ndërkohë që tani më uji nuk i shkoi më në rrjedhën që ai donte, sigurisht që gjërat do të përmenden për sa kohë je brenda në lojë dhe duhet një lloj dinamizme dhe nuk duhet vetëm të flenë gjumë. Por sidoqoftë, unë kam bërë një pyetje se kam parë edhe Shëndritin duke folur që çfarë ka bërë Miri, 50 ditë ka mbajtur krevatin, më pas ka qenë në gjumë, situatat e tjera i ka pasur Rogerti, dhe kam pyetur djegësit e mi se a e meriton Miri të shkojë në finale dhe do të lexoj deri më tani se si ka qenë ky sondazh. Diku tek mbi 1000 vota janë shprehur që jo, Miri nuk e meriton të shkojë në finale, dhe diku tek 500 vota kanë thënë që po, edhe pse është një sondazh që ka vetëm 4 orë në Instagramin tim, por sidoqoftë u mendoj dhe jam i bindur që Miri do të shkojë në finale, jo vetëm për situatën e re që ka sjellë në këtë Big Brother, me këtë thyrjen e tabus, me krevatin e famshëm, por edhe me të gjithë situatat që ka përballuar, por edhe ka dhënë në kuadër të lojës për post malit me gabime që ka bërë, padyshim që vendi në finale e ka të merituar. Sa kaq një tjetër ballafaqim që dje nuk më pëlqeu e Selin, e cila është një lloj rehatliku që pasi u shpat finalisti e parë që i thot Mateos pse sjell ti Gimbo në lojë, pse e përmend atë, ndërkohë që kam kërkuar, jam rikthyer videove të vjetra dhe ka qenë sërish i njëjti Mateo, prandaj edhe ka pëlqimin maksimal në publik, prandaj votohet maksimalisht në çdo sondazh dhe është një nga emrat pretendent për ta fituar këtë Big Brother, se është një njeri në këtë lojë, nuk është lojtar dhe ka treguar që është i qëndrueshëm në qëndrueshmërinë e tij, nuk është lëkundur dhe gjërat që ka pasur qoftë dhe me miq që ka krijuar brenda formatit i ka thënë në sy, siç ka thënë edhe qasja që ka pasur Selin, Miri dhe Gimbo. Kjo është drejtuar haptazi, duke thënë që ti e ke lënduar këtë djalë, aso kohë ku veprimet e Selin nuk ishin të duara për Gimbon, dhe nuk besoj që Mateo ka ndonjë lloj tendence për të përdorur Gimbon, se është i drejt për drejt, pa skena, pa filtra dhe real në gjithë këtë lojën që ka bërë në Big Brother, mos e shumti në këtë jetesën që ka pasur në këtë rrugtim të tij. Dhe për mua besoj që Selin her pas here ndoshta i djeg fakti që kur ishin atë nominimin 4 persona, ku ishte Mateo, Selin, Brikena dhe Gimbo, i pari që shpëtoi ishte Mateo, e sigurisht që kjo gjë nuk mund ta ketë ka përdir Selin dhe hera pas herës hedh një kunj për Mateon për ta goditur apo edhe qoftë për të hapur një lloj dinamike me të. Sa kaq kjo puna e kërcënimit që Miri kishte me Mateon duke ja veshur atij të fajin se nëse do të ndahen nga gruaja, paska Mateo që ka komentuar lojën e veprimeve që ka bërë Miri, kjo është një absurditet, por sidoqoftë kanë qenë një mal me njerëz të tjerë që kanë folur
për këtë marrëdhënie dhe kanë thënë ti je burr i martuar dhe nëse do të hedhi në gjyq Mateun siç ja tregoi sot që e kishte në këtë tendencën do të flasim jashtë një lloj gangsterliku dhe një lloj hakerimi që Miri po hir të së vërtetës e ka treguar dhe më parë edhe me shndritin duke i thënë do të mbys pra këtë anën e agresionit e të fortit që nuk i mban nervat, që është pro dhunës dhe që e kultivon dhe ka të demonstruar, pa çka që ka rënë në gjumë, ja ka marrë të gjithë vëmendjen Rogerti, i cili nuk e lë që të ekspozohet, është aty duke i qëndruar pas, edhe pse është si një lloj aleati, por unë e shikoj si një lloj strategjie të Rogertit për të dobësuar Mirin dhe për të qenë ai më lart dhe për të arrirë ai në finale, dhe Miri jo, se Rogerti ka treguar në fund të ditës që nuk fal dhe nuk është me askënd kur i përket loja, dhe nëse është në pikë pyetje qëndrimi i tij apo më saktë pjesëmarrja e tij në finale. Një diskutim që është hapur që nuk është i ri në shtëpinë e Big Brotherit është pse Miri dhe Selin nuk ka një qasje njerëzore, pra që të kenë biseda siç Selin në mënyrë të frikshme pas një lloj degradimi të neveritshëm dhe të tejskajshëm të dinjitetit së saj që ka bërë Rogerti, bën biseda konstruktive me të, tregon për jetën e saj, pra sillet shumë friendly, ndërkohë që me Mirin nuk e ka këtë raport dhe sërish sot banorët e vunë në një lloj diskutimi. Më pëlqeu Brikena që ndërhyri për Rogerti duke thënë që ty të intereson që këta të dy të mos kenë këtë lloj raporti, se ti siç e përdori kur bëri xhiron e famshme Miri, Brikena, Selin dhe Mali që dolën nga shtëpia, që shkuan tek ai showroom dhe kishte këtë lloj kimie friendly Selin dhe Miri duke shkëmbyer dhe batuta, e sërish kur i rikthye në shtëpi, Rogerti e përdori si një lloj loje strategjie për t'i sulmuar të dy që ju kaq deshët shkuat sërish tek njëri tjetri, a keni lojë këtë, a keni lojë atë. Dhe më pëlqeu Brikena, e cila nuk është lojtare dinamike në lojë që të bëj skena, është reale, prandaj edhe publiku e pëlqen, e përqafon dhe e voton dhe besoj do ta votoj masivisht për të shkuar ajo në finale, se ju drejtuar Rogertit që ti vetëm për përfitime qëndron me Mirin dhe nuk ke asnjë lloj meraku, që ky pse nuk ka një lloj afeksioni njerëzor me Selin, edhe pse për mua është një lloj inati i një loje që nisi me një lloj flirti, një lloj krevati që të dy provokuan njëri tjetrin, provokuan dhe lojën dhe ranë dakord për të qenë bashkë në këtë lloj situate, por duke marrë dhe një lloj mendimi të audiencës me 49% mendojnë që Selin kërkon vetëm të fundosë Mirin, pra nuk e ka qasjen për të pasur një lloj bisede normale me të ndajë një lloj opinioni. I kemi parë vetëm në një lloj tensioni, siç e thash 49% diku tek 400 vota mendojnë kështu, pjesa tjetër 31% mendojnë që është vetë dinamik, kurse 31% mendojnë që është vetmja dinamik për lojë, pra që të kenë këtë lloj armiqësie dhe të mos jenë miq, të konsumojnë biseda, se do t'i gjykojnë duke i thënë që ju keni thënë fjalët e fundit për njëri tjetrin, dhe sigurisht vetëm në këtë qasje, pra negative, vetëm me tension dhe asgjë normale, besoj që i leverdis të dyve për të mbajtur situatën. Për sa kohë prajmin e shkuar u rikthyen sërish te krevati, kush e ftoi kë dhe kush nuk e ftoi kë. Gana tjetër, një tjetër detaj që ishte i çuditshëm është sot kur Miri pranoi që atë tregimin e kësaj lëvizje që ato bën me makinë, që besoj që nuk do të harrohet, është që fjalën kokra e kë ai nuk e paska kuptuar të tillë, por e hodhi tek Juela, tek Edisa edhe tek Rogerti, i cili e nënkuptoi. Pra Miri u shpreh që unë nuk e dëgjova kështu, e dëgjova në një formë tjetër, pra tërhoqi fjalën që tha, edhe pse në tregimin që i bëri Juelës, Edisës dhe Rogertit e tregoi me një lloj egzaltimi dhe me një lloj kënaqësie që dikush, një i afërm, një fans, dikush që Miri e paska njohur se paska njohur, i paska thënë Selinit kjo kokra e kë. Pra vim në ditën që Miri tërhiqet dhe thot nuk e dëgjova ashtu, por që variantin fillestar të rrëfimit të situatës e tregoi në këtë gjë që u bë dhe temë diskutimi në Prime, që erdhi dhe mamaja e Selin duke thënë që ty po të degradojnë, ti duhet të dalësh nga loja. Pra që të vish në ditën e sotme të thuash unë nuk e dëgjova fjalën, por e hodhe si një fabul brenda shtëpisë, no. Për mua kjo punë ban erë dhe thjesht është një situatë e dhjerë nga Miri, që edhe pse i kërkoi falje Selin, ky ndryshim për mua nuk ka sens. Por sidoqoftë ka
të tjera situata që dua të jap mendimin tim. Një tjetër shashk që Shëndriti ka hedhur në një lloj bisedimi që kishte me Mateon, i ka thënë që si ka mundësi kur ty Miri të kërcënoj brenda 24 orëve 2 herë dhe ti mëngjesin e sotëm kishe biseda jetësore, njerëzore me të si një lloj miku, edhe unë i kam parë mëngjesin e sotëm, po i drithe cigarin Miri që po ja jepte, a është kjo një lloj taktike e Mirit që të dalë sa më i pastër në sytë e publikut duke e ulur peshën e kërcënimit, apo është një sinjal nga dhoma e rrëfimit duke parë të gjithë vorbullën e madhe që ka krijuar kjo qasje që Miri ka mbajtur kundër Mateos, që është bërë virale kudo, që po komentohet kudo, apo është thjesht një situatë siç Miri ja shpjegoi dhe Mateos që në ato kohë, pra në 2 kërcënimet brenda 24 orëve ishte lojë, kurse mëngjesin e sotëm ishte njeriu jetësori. Pra këto të dyja bien në kundërshtim me njëra tjetrën, por sidoqoftë deri diku Shëndriti ka të drejtë duke i thënë që ty të erdhi një situatë e re që ti duhet ta përdorësh për lojë, edhe pse në ato që unë kam parë në komentuar gjithmonë është që Mateo nuk ka përdorur situata për lojë, ka mbajtur qëndrime momentale, nuk ka luajtur, nuk ka hedhur dorën, ka fshehur gishtin, të gjëra, ka lozur transparent dhe nuk ka qenë, le themi, lojtar skemash, por personazh njëri në këtë Big Brother, dhe ndoshta në fund të ditës duhet një lloj qasje për të qenë më njëri brenda një loje, kur nga ana tjetër nuk më pëlqen morali që Shëndriti shet, se ndërkohë Rogerti çfarë nuk i ka thënë, edhe ky fundit është gajasur me të, por ndoshta mund të jetë edhe një lloj strategjie që të zihet Miri me Mateon e të përfitoj e preferuara e Shëndritit që është Selin. Por sidoqoftë, unë kam bërë edhe një sondazh, edhe pse është një sondazh që më së shumti janë nga ndjekësit dhe ata që pëlqejnë Mateon, ku janë përgjigjur që po gaboj, gara vijon dhe duhet ta nxirrte keq Miri me 22%, pra diku tek 300 vota, dhe jo, e kanë parë të tjerët me një përqindje më të madhe, mbi 1000 veta mendojnë që është Miri që tregon veten, kurse është Mateo ai që gjithmonë është miqësor, i ka përballjet, nuk friksohet, por nëse vjen që të ketë një lloj situate miqësore apo një lloj bisede normale me dikën, nuk e shmang, e ofron këtë gjë se i tillë është babaxhan, është njëri dhe nuk është lojtar me skema, me strategji, thjesht për të nxjerrë keq tjetrin, por është aty si njëri që në fund të ditës nuk harron, por jeta i ka dhe këto situata, dhe pse është paksa më me dyshe kjo, a duhet të jesh vetëm lojtar në atë shtëpi, apo dhe duhet të jesh njerëzor. E duke u ndalur tek një kërkesë që Brikena ka pasur për një ballfaqim kok më kok me Rogertin kush del nga shtëpia, mbi 1400 veta mendojnë që del Rogerti, edhe diku tek 300 veta mendojnë se del Brikena. Por sidoqoftë këto situatat, qoftë edhe të reja, por qoftë edhe të përsëritara në Big Brother, tregojnë një lloj tensioni që Rogerti dhe Miri kanë. Kjo gjë u tregua që me daljen e 2 aleatëve të tyre që kishin në lojë, siç është Joela dhe Edisa, dhe kanë mbetur me njëri tjetrin, është Rogerti ai që i shkon pas Brikenës për të përfituar diçka apo për të qenë më shumë friendly, dhe që është larguar paksa nga Miri. Ky fundit sikur është kthyer në atë delen e zezë dhe ka kundër pothuajse të gjithë shtëpinë, mbetet për të parë zhvillimet e reja që do të jenë në Big Brother. Por sidoqoftë dinamikat në atë lojë do të jenë deri, besoj unë, të shtunën e gjysmëfinales, ku 5 prej tyre, Rogerti, Miri, Shëndriti, Mateo dhe Brikena, do të luftojnë për të kapur 3 vendet e lira në finalen e madhe, që për mua në finalen e madhe shkon Miri dhe çifti Briteo. Por sidoqoftë do të mbesim për të parë se kë do të zgjedh realisht publiku, dhe pse hit në rrjet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Tajland, në Brazil, viraliteti që ka çifti është i pashmangshëm, është i kuptueshëm, shikohet në shifra, dhe në fund të ditës, e kam thënë dhe do ta them gjithmonë, Big Brother bëhet për njerëzit, dhe njerëzit kanë të preferuarit e tyre, dhe këtë gjë e kanë treguar. Do doja të dija të gjithë mendimet e juaja për këto skema dhe situata brenda shtëpisë së Big Brotherit, duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.